Kosova, si vend, kryesisht grupet kriminale kanë funksionu përmes grupeve në Turqi, në më së shpeshtë që kemi hasë është në Maqedoni, përmes pastaj grupet në sasi më të vogla nga Maqedonia e sjellin Kosovë. Një drog tjetër që transportohet për në Kosovë është edhe heroina, ajo kryesisht transportohet prej Turqisë, a ka ndonjë mënyrë më të sofistikuar se Ekuadori, Turqia për me bë transportin e drogës apo? Kohën e fundit, sidomos në vitin që shkoi, edhe në vitin paraprak tjetër, ne kemi vrejt një ullje të prezencës e heroinës në vend. Por jo vetëm në vend, edhe në region dhe përgjithësi, kërkesa për heroin ka rënë në nivel, kështu të theme, edhe evropian. Arsyeja është sepse vendet, cilat si vendet origjinës, Afganistani, Irani e tjera, në veçanti Afganistani e ka ullë prodhimin siç duket edhe kërkesa ka rënë. Por megjithatë, kohën e fundit vrejt një rritje ndoshta më shumë në vendet e Evropës, ku tendenca nga Irani është rrit në shpërndarjen e heroinës vend. Kosova, si vend, kryesisht grupet kriminale kanë funksionu përmes grupeve në Turqi, edhe natyrisht edhe këto është përdor, apo është keq përdor në fakt tregtia e cila është e lejuar me vendet e Turqisë, dhe në disa raste që ne kemi hasë, po flas pak me sasi më të mëdha, është transportu me mjete të cilat bashkarisht ka pas edhe modera komercial. Kryesisht është ajo formë e parë, pastaj një formë tjetër që kemi hasë është që ajo është sjellë në vendet e rajonit, në më së shpeshtë që kemi hasë është në Maqedoni, përmes pastaj grupet në sasi më të vogla nga Maqedonia e sjellin Kosovë, natyrisht duke nisë nga trupi kalimit ilegal, po edhe me automjete. A e kontrollojnë turqët apo kosovarët rrjetin e heroinës? Edhe turqit normalisht, se ne kemi bashkëpunim edhe me Turqinë, edhe ata normalisht e kontrollojnë edhe në dalje, po për neve është prioritet që zakonisht munduhemi me ato kapacitetet tona që kemi, bashkëpunimet që kemi me policinë kufitare dhe doganën, që gjitha dërgezat që ne mendojmë se mund të jenë të rrezikshme ose thjesht ne bëjmë kontrolle të vazhdueshme, edhe bëjmë aktivitete bashkarisht edhe me policinë kufitare dhe me doganën, në shumë raste të cilat ne nuk raportohet, por ka kontrolle të vazhdueshme, kur ne mbas analizës së rrezikut mendojmë se mund të ketë transporte apo mollra thjesht droga në mollra që janë për tregti të lejuar.